Këngëtar, pilot të Formula 1 dhe yje botëror ishin kthyer në prete preferuara të një grupi grabitësish që drejtoheshin nga Edison Pula. Mediat franceze shkruajnë se 7 shqiptar janë vendosur në pranga në Francë, ndërsa 5 të tjerë janë kapur në Belgjik pasi me në krye Edison Pulën ishin kthyer në një grup të rrezikshëm grabitësish. Adresat e shënjestrave i gjenin në rrjetet sociale dhe pasi i vëzhgonin u futeshin në banesa për të marrë bizhuteri, çanta, ora dhe çdo gjë tjetër me vlerë. Në total kanë vjedhur më shumë se 1 milion euro sende. Vetë Edison Pula është arrestuar në Luksemburg në fund të janarit të këtij viti. 2 anëtarët e tjerë të grupit u kapën më 20 janar në Luksemburg, ndërsa 5 të tjerët u kapën më 4 mars në zonën e Reims në Francë. Policia franceze ka cilësuar si një nga operacionet më të rëndësishme goditjen e kësaj bande, kjo për shkak se Pula është një përsëritës. ADN-ja e tij u gjet në më shumë se 30 vjedhje të kryera midis qershorit 2022 dhe shtatorit 2024. Ai ishte gjithashtu i njohur për arratësie të shumta. Edison Pula kërkohet edhe nga Shqipëria me njoftim të kuq në Interpol për vrasje të mbetur në tentativë. Edison Pula dyshohet se bashkë me 8 persona të tjerë, më 19 shtator të 2016-s i vun eksploziv automjetit të policit të Purqeve Gentian Betja, i cili mbeti i plagosur rënd, por edhe pse u vu në pranga, ende nuk është ekstraduar në Shqipëri.